Interi është futur fuqishëm në garë për të përforcuar mes fushën dhe objektivi kryesor në këtë merkato veror është braziliani Atalantës Ederson. Klubi nga Bergamo vlerëson kartonin e tij në rreth 60 milionë euro, por Corriere dello Sport raporton se zikaltrit janë të gatshëm të përfshijnë Christian Aslanin në një marrëveshje shkëmbimi për të ulur koston. Ederson vjen pas një sezoni të shkëlqyer me Atalantën, ku ka spikatur me energjinë, intensitetin dhe praninë e tij në mesfushë dhe pikërisht ato karakteristika që Interi kërkon në një repart ku rivaliteti është i fortë. Por në këtë tablo të re, çfarë roli ka Christian Aslani? Pas largimit të Simone Inzagit, stolin e Interit e ka marrë Christian Kivu, një figurë e njohur për besnikërinë ndaj klubit, por ende në fazat e para të karrierës së tij si trajner në nivel të lartë. Emërimi i Kivu është një sinjal i qartë se Interi kërkon të ringjallë identitetin dhe të rinovojë projektin sportiv, por me një stil ndryshe loje dhe ide të reja taktike vjen dhe pyetja natyrale: a do t'i besojë Kivu Aslanit? Deri tani Aslani nuk ka arritur të fitojë një vend titullari të padiskutueshëm. I ardhur si alternativë për Brozovicin, ai shpesh ka qenë zgjidhje rezervë dhe nuk arriti të zinte një vend titullari në mesfushë, duke hasur konkurrencën e emrave si Çalhanoğlu, Mkhitaryan apo Barella. Teknikisht i saktë, por ndonjëherë i ngadalshëm në vendimarrje dhe paprani fizike, ai nuk ka bindur plotësisht për rolin e regjisorit klasik.